Atër polici bosnjak e Kremi nuk u knaq me grushtat që mësillnin e shkqelmat e atër aj me kondokun e revolës mrab, ma ka i nofullën, dhambët, unën dhe unë. Kur hasim në kordon, me që gjithë populata po të rriqe i ka qendra, u detyruam edhe ne me qështinin me arme, dhe në resht, unë beta i fundit, reshti i kolegëve që ktheheshin ka qendra në drejtim të asaj qajtore, ku ishim marrë vesh. Unë, për një 10 metra ishim të gjithë, po një pjesë, u shkputën dhe ja dhanë një leqe, thot popullja, e bën një leqe. Dërsa metëm në resht, kryetari i sindikatës, Sali Visoqi, qëri i hongër 1-2 shqelma prej policisë. Pastaj Ramiz Zeqiraj, pedagogu që ishte 7 metra para meje, dhe po ashtu dhaj hongri dajak. Kur me erdhi radha mu s'dija vetë si ma u që zoti atë farë policia aty për aty nuk unë desha në policin. Në qendër të istogut ku ishte qajtoria, para qajtores ishte edhe një shitore prizrenase. Kur arrita unë nuk e këm pa që në onën e kundët Niva bënte me gisht nga unë, sepse drejtori general shkoj me atë grupin tjetër. Unë me ata e këshin parë se ishim të kërkuar unë dhe drejtori, më të kërkuarit. Dhe ato ishtë në zonëset e mija nga lokali e këshin parë se po bëhen me gisht prej meje, policia prandaj dolen, hoqen zvarë, më futën anë prapë po të kërkujnë, policia po bëhen. Po, unë me që kishim lanë fjallën që të takoshim në qajtorë, i lutat më lëshani se nuk më lëshanin. Dhe unë dola prapë dhe shkohën atë qajtorën ku ishim marrë vesh, aty kishte shku dhe pedagogu, jo kush tjetër. Atër hynë policia, me marrën mu, marrën pedagogun, edhe një mësus, Brahim Shala ne pa, edhe ne, pa them në shërën në thoni za, sepse a ishte mësus dhe ishte në atë rezistencë. Kur dalim jashtë, erdhan këtë gjenje, aty ishin 3 policë, ishte Vesku, një krye kriminal. A i njeni 3, Po i njohim 3, se ishin vendas. Ishte Sreçku dhe ishte polici që tash po mbahet në burg, Bosnjaku Ekrem Bajrović. 3 policë më godisnin, grushta, shqelma, për një interval kohë, bukur të gjatë, dhe se di, një fuqi po fente, nuk rashun, atër polici bosnjak e Kremi nuk u knaq me grushtat që mësillnin e shkqelmat e atër aj me kondokun e revolës mrab, ma ka i nofullën, dhambët, unën dhe unë, gela i përgjakur, pastaj rëshqanë, si themi, zhag, e më dërgoj të Niva, Vesku, do futesh në bagazh. Kjo është një histori gjazu të asgjas, nuk pranova të futesha në bagazh, më vëraj së futem. Pastaj duke i rari sallën dhe Ramizin, pedagog, Ramiz Zeqirajn pedagogun, dhe Brahim Shalen ishte ky Ekremi polici që i sillte ata të dy, duke i rarur, bashkë me policin e tretë, dhe kështu u detyrova dhonë, sepse ishte hera do të më vrisnin, po së futa në bagazh. Aty pësova dhe lëndime, sepse ishte goditja, se nuk pyllej. 3 profesor brenda nuk mbyllej kapaku i bagazhit, po u desh të mbyllej. Kështu që ne përfundum në polici. Atje gjetëm plot mjaft qytetar,